I njojmë tani me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, e martë 4 nëntor 2025. Gazeta Panorama, sekretet e një miqësie të hershme e bashkëpunimit të gjatë me Fatos Nanon, rrëfimi i Anastas Angjelit. Intervista ish ministri Nano, lideri reformator i europianizmit të Partisë Socialiste. Të tjera shkrime në brendësi të gazetës Panorama. Dokumentet për ndërtimin e objektit zbulojnë se në tunelin e Llogaras është punuar për 3 vite pa leje ndërtimi. Tuneli pa leje që sfidon ligjin dhe hoteli që u shemb me tritol, 2 standardet e qeverisë për Llogaran. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama, do të vijojmë më tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj, gjykata foli, çfarë do thot vendimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese për të rrëzuar shkarkimin e Veliajt nga Këshilli i Ministrave dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet në Tiranë. Zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese pse e rrëzuam shkarkimin e Veliajt. Si u nda vota, cilët antarë të kushtetueses mbështetën Veliajin dhe kush kundërshtoi. Investigimi përse Berisha sulmoi Carlo Bolinon, skenar të tjerë me rrumin e Shiakut. Në brendësi, bonusi deklarata, premtimi për pensionin mesatar 400 euro. Janë zgjedhjet e reja në Kosovë. Rubrika e shëndetit, si po zëvendëson inteligjenca artificiale mjekun te moshat e treta. Shenjat e plagjes që nuk duhen neglizhuar. Testi i thjesht, disa ushqime që na forcojnë kujtesën. Këto ishin titull kryesor të gazetës Dita, eci më tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i gazetës Telegraf, totalitarizmi i vetmi rrezik që kërcënon në rënim entitetin ton politik dhe mbijetesën. Amerikanët kallëzojnë Air Albania në SPAK. Ministri i Financave Malaj miratohet bonusi i fundvitit për rreth 756.000 pensionistë, ja sa përfitojnë sipas kategorive dhe fashave të pensioneve. Raporti për 11 majin, PD kërkon mocion me debat, kuvend për raportin e OSBE-u Dirit u shkel barazia në zgjedhje. Gjykata kushtetuese, me një vendim 5 vota pro dhe 3 kundër, Veliaj mbetet në detyrë si kryebashkiak, nuk ka zgjedhje në Tiranë. Politik dhe aktualitet, kryeministri Rama ta kthejmë UBT në Universitet Rajonal. Maska e korrupsionit dështon zyrtarisht afera e milionave me inceneratorët. Aktualitet, dokumenti, policia greke nxjerr ekspulsin e gjyqtares Sirena Gjoka. Opinion dhe koment nga profesor doktor Valter Shtylla, Sarajet e familjeve të mëdha shqiptare. Një tjetër shkrim nga Bashkim Koçi, Sefedin Çela ose Fisnikëria në Fron. Ishin këto titull kryesor të gazetës Telegraf dhe së fundmi do të vazhdojmë me gazetën Panorama Sport. Titulli i madh i saj, Elbasani merr kreu në Vlorë, fiton huliganizmi. Tifozët miq përplasin në vendasit dhe shkatrojnë stadiumin. Tirana në vdekje klinike e turpëron edhe Bylisi. Për Bardë Blu vjen humbja e tretë në kampionat, nuk hiu e nis keq, kryeqytetasit janë mbrojtja më e keqe dhe të parafundit në kategorinë superiore. Në Rogozhin, Egnatia Vllaznia, dueli i spektaklit dhe i kreu të rënditjes. Deklaratat, Tetova respektojnë Vllaznin, Sinani nuk i kemi frikë. Në kryeqytet, Vora pret Partizanin, Kërnaja insiston jemi për 4-she. Kategoria e parë, Skënderbeu Laçi mbajnë kreun, Besa apo Gradeci marrin 3 pikë. Lushnja, Bica i akuzon, Kurbinasit ja dolën me ndihmën e gjyqtarëve. Gianluca Viali, 98 histori +1 për të përballur sfidat më të vështira. Paqen e Elbasan Arena, Daja e ka me moviolistat. Liga e Kampioneve, kryendeshjet Liverpool Real dhe Paris Saint-Germain Bayern. Përshëndetja, Van Dijk mirëpret Arnold, mik por sot është rival. Të bardhët, Alonso, atmosfera për lojtarët, unë nuk do të luaj. Italia, suksesi, Mileri triumfoi me stilin alla Allegri. Këto ishin titull kryesor të gazetave për ditën e sotme.